Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për zhvillimet e fundit ku në Tiranë u mbajt protesta me kërkesën për lirimin e ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit dhe të tjerëve që gjenden në Hag. Ndërkohë, kjo protestë u shoqërua edhe me debatin mes kryeministrit Albin Kurti dhe atij shqiptar Edi Rama. Por çfarë fsheh Edi Rama në këtë rast pas këtij debati, por edhe pas vetë protestës, dhe çfarë kërkon ai të arrijë në aspektin politik në këtë drejtim? Gjithashtu do të flasim edhe për çështjen e Erion Veliajt dhe se çfarë po ndodh me të. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, si e keni parë situatën e ditëve të fundit ku është zhvilluar një protestë në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe ku është kërkuar pra lirimi Hashim Thaçit e të tjerëve, dhe sa efekt kanë protesta të tilla, apo është një patriotizëm fals që bëhet nga Edi Rama në këtë rast, apo edhe iniciatorët e kësaj lëvizje? Atëherë iniciatori i kësaj lëvizje ka qenë vetë Edi Rama, i cili është palli se do bëhesh një protestë, pavarësisht se pastaj bedelat e tij ja u dhanë dorë pasi pati një konflikt me pjesën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pati një debat madh të cilin ai e kaloi tek Albin Kurti, por nuk ishte Albin Kurti që niste debatin, ishte pikërisht Rama me ushtarët e UÇK-s. Disa nga ta komandante, njerëz që kanë luftuar domethënë me UÇK-n. Ajo që bie në sy që Rama në fillimisht, edhe pse organizoi, kërkoi të mbajtje fjalimin, pastaj u tërhoq nga fjalimi, dhe ajo që ishte më brutalia ishte se ai nuk mori pjesë fare në atë miting. Protestet, themi. Ajo ishte një protestë farse. Unë kam thënë që horri strehën e fundit të nacionalizmi e ka. Me termin e nacionalizmit tak mundohen të hiqen sikur janë advetar, patriot, ju dim se gjëja. Por të dyja palët, qoftë politika në Kosovë apo dhe politika në Shqipëri, janë të kapura dhe nuk po arrin do të dalin nga e guacka e tyre. E thënë më thjesht, protesta për sa i përket të katërt liderëve politik, po jo lider ushtarak, sepse ajo që është kryesorja është të katërt këta e mohojnë të qenurit lider të ushtrisë çlirimtare Kosovë. Realisht, komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë Azem Syla. Nuk kanë qenë as Hashim Thaçi, as tjetër njeri. Por Hashim Thaçit i pëlqeu, siç i pëlqeu edhe këtyre të tjerëve, të hiqeshin sikur ishin këta komandantët e UÇK-s, dhe po ta vesh re në asnjë intervistë Azem Syla nuk del as gjikundi. Megjithëse ka qenë komandanti i përgjithshëm i gjithë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk ka qenë në asnjë vend del. U akuzua një herë në Kosovë, pastaj mori pafajësinë dhe nuk u përmend më. Dhe këta atributet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës fillon t'i marrin këta që janë sot në Hag. Ajo pjesa tjetër pastaj është që duke qenë se këta nuk po e pranojnë në gjyqin e Hagës, ta nuk po e pranojnë që janë komandant, po janë pjesë e ushtrisë. Pra, kanë pas një pjesë në komandë, jo të gjithë ushtrinë. Kështu që ka një handicap në këtë pikë. Deformimi i historisë bën atë pastaj që do ta paguash, dhe këta po e paguajnë vetë atë deformim që i bën historisë. Se po të pyesësh në Shqipëri apo kudo, komandant quajnë Hashim Thaçin, nuk quajnë Azem Sylën. Absolutisht. Nuk e njohin fare. Biles po ta përmendësh si emër, nuk e njohin. Në Shqipëri të paktën minimalisht nuk e njohin si komandanti i UÇK-s. Ajo pastaj bie ndesh me atë çfarë vetë këta aprovuan, që e aprovuan domethënë vetë. Në gjyqin e Hagës ta aprovuan vetë me votat e tyre.
pavarësisht se vetëvendosja e Albin Kurtit ka votuar kundër në 2015 për sa i përket ngritjes së kësaj gjykate, por ajo që bie në sy se në 2017 pastaj kur kërkuaj që të çbëhet, themi, ligji për gjykatën speciale të Hagës, ishte po Albin Kurti edhe LDK-ja që nuk morën pjesë në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit të Kosovës dhe si pasojë që nuk u kalua në seancë plenare për ta rrëzuar këtë ligj, për ta zhbërë këtë ligj, dhe ngeli ky ligj, ngeli në fuqi. Pra të gjithë palët në Kosovë janë të implikuar për sa i përket vetë ligjit që kanë bërë. Këtu ka pas një ndikim të madh, edhe Rama ka pas një ndikim të madh për ta aprovuar këtë lloj ligji. Dhe një ndikim vërtet ka qenë një ndikim shumë i madh tek politika e Kosovës në atë kohë. Pata disa takime në Kosovë ku edhe unë kam qenë kundër kësaj gjykate. Megjithëse këta e ngritën dhe pretenduan sikur është vetëm për atë akuzën e shtëpisë Verdh, por gjykata nuk ngrihet, një gjykatë nuk ngrihet vetëm për një akuzë. Gjykata ngrihet për të bërë të gjithë akuzat të cilat janë për të zhvilluar në një proces gjyqësor. Dhe ajo që të bie në sy pastaj që këta po mundohen me këtë protestë që bën këta i dhanë, duke nxjerrë edhe 4 figura, duke nxjerrë në atë protestë me një pankart të madhe, duke i dhënë të drejtën këtyre që këta janë drejtuesit e UÇK-s. Pra, ata që këta e mohojnë në gjykatë Hagës, dhe me këtë po mundohen të mbrohen, këta i japin atributin që këta pas kanë qenë ata drejtuesit e UÇK-s. Kështu që bie është kontradikt, por Rama thash e përdor për politikën e tij, e përdor për lëvizjet e tij, e përdor për ajo që unë kam thënë, apo në çdo shkrim timin unë e cilësoj me të madhe, sepse është gjë e dukshme, pavarësisht se njerëzit ndoshta edhe se kuptojnë. Kjo është një kashillik që Rama i bën Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vetë politikës Trumpit. Në të njëjtën kohë dihet shumë mirë që këtë gjykatë ka sponsorizuar, e ka financuar Amerika vetë. Nuk është puna se e ngriti Kosova. Pra, kjo ngrit me një vendim për të dënuar ato krimet që janë bërë brenda Kosovës. Nuk duhet ngatarrohem, nuk kemi të bëjmë me genocidin serb, po këtu flitet për një genocid apo vrasje që janë bërë brenda territorit të Kosovës. Sa është i fajshëm apo i pafajshëm hashimi dhe të tjerat, kjo pastaj varet nga gjykata. Nuk besoj se gjykata do të marrë një vendim pa prova dhe pa argumenta ligjor. Duhet të ritheksoj se atje në Hag janë rreth 360 dëshmitarë mos gabofsha, dhe ajo që është kryesorja janë të gjithë dëshmitarë janë shqiptarë, nuk janë të tjerë. Kështu që ky gjykim do bëhet duan apo s'duan, të protestojnë apo të mos protestojnë. Gjykata nuk mund të ndikohet nga një protestë, qoftë kjo në Tiranë, qoftë në Luksemburg, qoftë në Bashkimin Evropian, kudo që ta bëjnë, gjykata nuk mund të mbylli dyert sepse po protestojnë një grup apo një pjesë e madhe, le të themi, edhe e popullsisë. Por ajo që nuk duhet ngatarruar, domethënë gjykimi që po i bëhet Hashim Thaçi dhe Vasili dhe të tjerëve është çështje individuale, nuk po godet njeri luftën e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Absolutisht, për luftën shkrimtare të Kosovës gjithë kanë dhënë maksimalen, domethënë nderimin më maksimal, nuk mund ta përly një individ apo disa individ nuk mund të përlyjnë luftën e Kosovës, por këta kërkojnë ta mbulojnë, domethënë këtë gjyq sikur po dënohet ushtria shkrimtare e Kosovës. Jo, nuk dënohet ushtria shkrimtare e Kosovës. Janë individ të
të cilët nëse kanë bërë vërtet krime, nëse kanë bërë fajt e tyre, le të përgjigjen para gjykatës. Nëse janë të pafajshëm, patjetër nuk ka për të dënuar, askush nuk ka për të dënuar në mënyrë të pafajshme. Kemi rastin e Ramush Haradinaj për shembull që vajte në gjykat 2 herë, ka vajtë në gjykat Hagës, dhe në gjykat Hagës, jo në gjykat Kosovës, dhe doli i pafajshëm. Këtu nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe, domethënë, për sa kohë që janë disa akuza të bëra, këtu nuk është vetëm akuza Dick Martin, duhet të shohin mirë akuzat që janë në atë gjykat. Thash dëshmitarët që dalin në atë gjykat, kush janë dëshmitarë, janë gjithë shqiptarë, janë madje unë di që janë edhe njerëz që kanë qenë luftëtarë të UÇK-s, kështu që nuk besoj se është në nderin e vet atyre që protestojnë përpara në një kohë që kërkojnë drejtësi, pastaj thonë jo, drejtësinë e vendosim ne në shesh. Drejtësia nuk vendoset në shesh. Është e njëjta gjë sikur të ngrihet tash populli shqiptar ose një pjesë e popullit shqiptar të ngrihet dhe të dali para GKK-s ose para SPAK-ut edhe të fillojnë edhe të kërkojnë mbylljen e dosjes, lirimin e të burgosurve, për të cilët ka thjesht akuza të cilat shkojnë për korrupsion, siç ishte në rastin e Veliajt. Për të gjithë, nuk bëj dallime në këtë për njërin apo për tjetrin. Përsa ke një akuzë, përsa je drejtuar gjykatës, nëse je i pafajshëm, pafajësinë tënde duhet ta marrësh në gjykatë. Unë kuptoj shumë mirë që gjykatët kanë një ndikim nga Rama, janë të komanduar, por tek e fundit akuzat janë akuza korruptive, nuk janë akuza politike, që unë të them për shembull që po akuzon politikisht, pse ke bërë këtë veprim politik dhe organizat politike dhe ti tash po të arreston, po të bën. Gjithë që janë akuzuar për korrupsion, nuk ka ndonjë akuzë, unë nuk di se ka akuza tjera. Shpërdorim detyre, korrupsion. Këto janë akuzat që qarkullojnë qoftë në SPAK, qoftë në GKK, dhe edhe në gjykatën speciale mua më vjen keq për një gjë, po që Partia Socialiste dhe vetë Rama nuk merr dot iniciativën për të dënuar krimet e Serbisë në Kosovë. Kjo po është një pikpyetje shumë e madhe, sepse nuk çfarë ndalon këta njerëz për dënuar, për të bërë një deklaratë, domethënë për dënuar krimet e genocidit serb. Ne e dim shumë mirë që ka bërë krime, sepse gjithë ajo shpopullim që u bën në atë kohë, masakrat që u bën në Kosovë ishin pa parë. Të ndalemi këtu, si e shpjegoni faktin që hodhi poshtë rezolutën për dënimin e gjenocidit serb në parlament, dhe nga ana tjetër ishte pro protestës, pra e mbështeste protestën e Edi Rama në shesh për lirimin e Hashim Thaçit dhe të tjerëve në Hag? Ai jo se e mbështeste, ai ishte iniciatori dhe organizatori e asaj proteste. Pavarësisht publikisht. Ai e bëri vetë, e bëri thjesht për të, unë thash, kjo është një kashillik që i bën Trumpit ose politikës amerikane. Ai e di shumë mirë se çfarë gjendje është tashmë dhe kërkon me çdo kush, domethënë të bëjë lëvizje të tilla për të tërhequr vëmendjen, për treguar këtij popull që unë jam ai njeriu që më dhimbset vendit, që më dhimbset popullit, në të njëjtën kohë që ky ka kriju vetë genocid në Shqipëri, sepse ka spastrim të madh popullsisë në Shqipëri. Me politikën e tij ka bërë që Shqipëria të zbrazë, Shqipëria të kalojë ke 1.800.000 banorë sot. Ky ka bërë genocid ke populli i tij dhe ky nuk e pranon genocidin serb, dhe ajo që është më e keqe se ngatarojnë atë deklaratën që është bërë në parlament 2022, po, është bërë një deklaratë për dënimin e genocidit në Srebrenicë, po jo në Kosovë. Këtu flitet për dënimin e genocidit që ka bërë Serbia në Kosovë, në gjithë territorin e Kosovës, jo vetëm Srebrenicë. Mos harrojmë se janë me qindra të zhdukur në Kosovë, që akoma nuk dihet se ku janë varë, dhe këto janë bërë gjithë krimet e Serbisë. Prandaj duhesh deklaruar dhe bërë, ai kuvon duhet të bëjë një deklaratë për të dënuar këto krime. Mirë, po duke qenë sepse ai është i lidhur ngushtë me Vučićin, ai është i lidhur ngushtë me Serbinë.
Dhe patjetër nuk mund dali kundër politikës serbe. Dhe kjo është ajo, por ajo kam edhe vërejtjen tjetër, them edhe për vërejtjen tjetër, mos harrojmë se krimet në Kosovë nuk janë bërë sot. Krimet në Kosovë janë bërë që 98-99, por ky parlament mban përgjegjësi, sepse duhet të ishte parlamenti i parë që duhet të kishte dënuar krimet e Serbisë në Kosovë. Jemi tepër të vonuar. Janë shtete tjera që e kanë pranuar krimet që ka bërë Serbi, dhe kur vjen puna ne shteti am nuk kemi hapur gojën, nuk kemi bërë, sepse është Shqipëria e cila duhet përgjigjet para ndërkombëtarëve për Kosovën. Në mbrojtje të Kosovës duhet të jetë Shqipëria me politikën e saj. Duhet të jenë politikanë shqiptarë në gjitha takimet, në gjitha vendet që ta ngrenë çështjen e Kosovës. Këta nuk e kanë ngritë fare, absolutisht asnjë palë nuk e kanë ngritë çështjen e Kosovës. Ta e kanë përdorur Kosovën, e kanë përdorur thjesht për fushatë elektorale. Ta e kanë përdorur në momentet e tyre, po t'i vesh re, në momentet e tyre më të këqija, ngrihen politikanët dhe dalin me çështjen e Kosovës. Dhe këtu flitet për një qëndrim. Nëse do ishte vërtet real ky manifestim dhe ky tubim, do ishte mbush sheshi te e mban. Flasim realisht. Ishte turpshme që ai shesh kisha aq pak njerëz. Po të krahasojmë me mitingun që u bën atë kohë në 99, 98, 99, nuk majmë diçka e po, 99 që u bën 88, një qëndrim. Po ishte sheshi mbushur te e mban. Pse? Sepse ishte vërtet për qëndrimin e Shqipërisë, domethënë në mbrojtje të luftës Kosovës. Dhe njerëzit nuk kishin nevojë as ti bëje thirrje që të vinë, gjithë njerëzit erdhën vetë. Hapini dhe shifini se çfarë mitingu është bërë në atë kohë. Pse? Se erdhën njerëzit me dëshirën e tyre, erdhën me atë ndjenjën e tyre. Po jo tash të bësh një miting atje me ca njerëz nuk di se si, edhe të shfrytëzosh ti çështjen kombëtare, ta ngatarrosh me çështjen e individëve. Nuk mund ngatarrosh ti me çështjen e individëve. Ata janë gjyq, le të përgjigjen para gjyqit. Kanë avokatër, kanë të gjithë drejtat ata aty brenda. Kanë materialet, mund të kundërshtojnë, mund të bëjnë, atë nuk është një gjykatë e cila komandohet nga politikanët, siç komandohet gjykata këtu nga Rama. Është gjykatë e pavarur. Dikush edhe e kontrollon atë gjykatë. Se nuk është se është totalisht e pavarur dhe ajo. Edhe ajo kontrollohet, shifet, bëhet. Nuk mund dënoja njerëz kot në kot. Pasi provë, pasi fakt. Dhe nuk është 5 vjet që janë aty pranë. Pse u kujtuan këta 5 vjet, mas 5 vjetësh? Pse s'u kujtuan këta kur u arrestu Thaçi, kur u arrestu Kadri Veseli e kompani? Si është e mundme? Mas 5 vjetësh kujtohesh ti? Për çfarë? Sepse është arrestu që ditë e parë gabim, ose mas 5 vjetësh nuk mund të thush që është kjo, ai po zhvillohet gjyq, nuk është në hetim. 5 vjet nuk janë hetim, aty është gjyq, vazhdon gjyqi. Nuk vazhdon hetimi. Hetimi është mbyllur. Hetimet janë mbyllur, akuza është dhënë, dalin dëshmitarët, faktet, kundërshtim faktesh. Është proces. Procesi mund të zgjasë 5, mund të zgjasë 3, mund të zgjasë 2. Varet edhe nga dëshmitarët, varet edhe nga situata, varet edhe nga koha, nga loja që luajnë avokatët e tyre. Duan ta shtyjnë, ta bëjnë, nxjerrin, bëjnë. Kjo është normal. Aty nuk është po i mbajnë në hetim ata dhe nuk i kanë dhënë akuzë. Akuza është dhënë, ta mbrojnë. Qofse janë pafajshëm, do dalin pafajshëm. Por nuk mund ngrihesh ti tani në një proces gjyqësor ti thosh mbyllet ti procesin tash edhe nxjerrë për jashtë si duan. Para ligjit nuk pyet njeri. Aty jemi në ligj. Nuk jemi në dëshirë, nuk jemi në politikë. Aty jemi para ligjit. Dhe nuk mund çohesh ti para ligjit dhe ti thuash lërojeni këta. Si ta lërojmë? Atëherë dënojmë gjykatën. Se kështu i bie, atëherë gjyqtarët, prokurorët e çështjes i marrin ti dënojnë si pas kanë po i makan kot.
pa u mbyll proces, pa u mbyll asgjë, ne ta bëjmë. Ç'është kjo? Tash po ti isha ashtu të çonin që në fillim, mos harroni se tha që kur është arrestuar duke ikë në Amerikë dhe u kthye avioni mbrapsht, se është rasti i parë precedent që një president arrestohet me mandat presidenti. Tha që kur është arrestuar ka qenë me mandat presidentin, sepse në Hagë ka bërë dorëheqjen si president. Po sa bëte dorëheqjen si president, tha që pse e bëri? E janë shumë gjëra që janë, thash, deri dje, nuk e kam përmend fare Azem Syl. Komandanti i UÇK-s, legjitim. Dhe gjithë atributit i mori, Kandri Veseli, Hashim Thaçi, Ramushi, gjithë ta ishin ata komandantët. E kryesisht Thaçi ishte komandanti, gjithë e njihshin si komandanti i përgjithshëm. Tashi që dolën gjyq tash i thonë jo. Dakor, ta zgjidhin atje. Po ta zgjidhin ligjërisht, jo me fjalë, jo me protesta. Askush nuk do të dënohet njeri. Nëse është i pafajshëm, është i pafajshëm. Zoti Merkoçi, të ndalemi pak. Kjo protestë më tepër i bëri dëm mbrojtjes i bën Thaçi se sa i bëri mirë. Me apo pa dashje, nuk e di. Apo Rama më tepër pretendoi të përfitoj vetë se sa përfitojnë ata që janë atje brenda. Zoti Merkoçi, të ndalemi pak te njerëzit e Edi Ramës, të paktën ata që janë më të afërt, ku përmendim këtu Endri Fuga, drejtori i komunikimit, dhe Vali Bishga, drejtoresha e kabinetit të kryeministit Edi Rama, janë larguar pra nga kryeministria. Ju si shikoni këto largime të dy njerëzve, po themi më besnik të kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që Angela Gaçi herë shfaqet dhe herë zhduket? Jo, Vali Bishga është larguar, e kam deklaruar, kam bërë dhe një shkrim në atë kohë dhe një intervistë. Po Vali Bishga është larguar direkt, domethënë punë ditësh, pasi e dërguara e ambasadës amerikane shkoi në zyrën e Ramës, kur Rama nuk ishte, dhe i la mesazhin Vali Bishkës pikërisht për Ramën. Dhe disa ditë më vonë asjava nuk u mbush. Domethënë kur Vali Bishga dha dorëheqjen. Dha dorëheqjen dhe unë në momentin që dha dorëheqjen Vali Bishga, unë thash do ketë edhe dorëheqje të tjera. Patjetër që do ketë edhe dorëheqje të tjera, do ketë edhe largime të tjera. Dhe po ti shohësh tashmë edhe të gjithë po diku shfaqen, diku zhduken, diku duken sikur kanë fuqi, pastaj bëhen të pafuqishëm. Dhe çdo gjë pastaj fillon edhe e bën Rama, njëherë dalin sikur i bëjnë, janë këta ata që vendosin, pastaj del sikur këta nuk pyeten sepse është ai që vendos. Dhe kjo është ajo forma e qeverisë që ka kriju kjo. Unë kam thënë që Rama do shesi çdo njeri, do ta shesi, pikërisht vetëm për të ndetur në krye të saj kryeministrie, për të vetëm arsye sepse Rama ka marrë një urdhë nga Kabala, nga Sorosi, që duhet qëndroj patjetër në postin e kryeministit në Shqipëri, sepse Shqipëria është një qerdhe e Sorosit. Dhe lufta më e madhe kundrejt Sorosit për sa i përket Ballkanit apo Europës do jetë Shqipëria. Patjetër do jetë Shqipëria, dhe çështja me Gonigal që ndodhet sot në Amerikë, mos harroni se një diplomat rus i cili ishte dhe përkthyes është arrestuar, po. Po jo arrestuar, po u dënua, e keni gabim. U dënua, po. Po, u dënua, dhe ky kishte thjesht vetëm për një moskallëzim. Moskallëzimi ishte njohje, ky s'kishte kallëzuar se ishte edhe përkthyes. Pra, çështja me Gonigal është hapur në New York, ajo që në atë kohë Sorosi ja mbylli Ramës në New York çështjen, dhe tekstualisht i tha unë në New York ta mbylla, po në Washington nuk e mbyll dot. Po në Washington me Gonigali u dënua për korrupsion, për rishfet parash, ndërsa në New York çështja është për siguri të vetë Amerikës, ai ka shkel sigurinë
Amerikës, kështu që aty është më e thellë çështja se sa aty kanë dalë edhe agjentura kineze, që këta nuk e besojnë që Rama është i lidhur me agjenturën kineze nëpërmjet një firme të cilën e ka ndërtuar në Francë, edhe nga Franca e ka dërguar në Amerikë. Dhe jo pa qëllim edhe tallin që ky e bëri me Ramën, e bëri me Macronin, por nëse Macronin Trumpi ja tërhoqi veshin, domethënë Macroni kërkoi falje, Rama mos harroni se nuk kalo dot oqeanin tashmë. Është i bllokuar në këtë pikë, nuk ikën më Rama me asnjë vend. Rama është i mbaruar politikisht në arenën ndërkombëtare. Rama është i mbaruar, mundohet me këta vandelindët e me këta me bërë ju dëshirë sa që Sharaki ishte u prit vandelini me tapet kuq në Shqipëri, kur ajo ka ardhur 500 herë këtu, u prit me tapet kuq. Për çfarë u prit kuq vandelini? Për t'i treguar që kjo është lidhja e botës, se mos harroni se në politikë ka lëvizje, ka dhe deklarata. Kur ka qenë takimi që u bë me Zelenskin në Amerikë, me Trumpin, kur vajtën dhe të gjithë liderët e Europës që e shoqëruan si krysh nga mrapa, në fotografinë që bëri Trumpi me këta, Vandelin kërkoi të ishte në krah Trumpit dhe ai e qiti në fund fare. Ishte gest domethënës shumë. Dhe ky tash këtë person e merr dhe e pret me tapet kuq. Unë ju thash, jo pa qëllim, them që ky çdo lëvizje e ka kashillik që kërkon t'i bëjë Amerikës dhe vetë Trumpit me lëvizjet që bën. Por patjetër që është mbledhur lagu dhe tashmë ai e di shumë mirë që do vi momenti do arrestohet. Rama do arrestohet patjetër, nuk diskutohet. Sepse Amerika të paktën për sa i përket sigurisë saj nuk të fal. Dhe aq më tepër që organizatën George Soros e ka quajtur organizatë kriminale, domethënë terroriste. Nuk ka ku shko më lart, plus që të gjithë janë fut në linjën e ligjit, jo në linjën e hakmarrjes individuale, por në linjën e ligjit për t'i dënuar këto lloj krerësh të cilët kanë bërë këto lloj politike. Dhe mos harrojmë se janë të lidhur, të gjithë janë të lidhur me korrupsionin, të gjithë janë të lidhur me drogën, dhe me atë diktatin e pushtetit. Dhe Rama është emëruar nga Sorosi si personi i cili duhet përfaqësojë Europën dhe për t'i bërë nëpërmjet këtij, për t'i bërë gjithë deklaratat që kërkon të bëj Sorosi apo veprimin që kërkon të bëj Sorosi, i ngarkohen Ramës. Duke filluar qysh në mandatin e parë të Trumpit, i cili deklaroi në atë kohë që fitoria e Trumpit është fatkeqësi për Amerikën edhe për botën. Në atë kohë u fal, themi që u fal nga Trumpi, kurse kësaj radhe e ka tepër të vështirë. Po të shohësh qysh në fitoren e traardhjes të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, Rama nuk ka pas asnjë lloj mundësie për ta parë Trumpin, jo më për t'i dhënë dorën, sepse Suzy në Amerikë është personi i cili më i afërt i Trumpit, i cili bën gjithë agjendën dhe është ajo që e ka penguar dhe është barriera më e fortë e Ramës për ta anashkaluar atë skandalet e tij apo edhe çështjen e sigurisë të Amerikës. Çështja me Gonigal është shumë e fortë, por Rama është edhe Sinaloa, nëse do veni re kur Rama bëri tallin me Trumpin, ai u përgjigj vetëm me një foto të Ramës me Gonigalin në zyrë të Ramës. Kështu që, por ajo që është kryesorja pastaj është që FBI është brenda në Shqipëri dhe gjithë hetimet po i vazhdon t'i bëjë ajo. Për sa i përket gjithmonë, për sa i përket Ramës edhe shpurës së tij të drogës edhe të korrupsionit në Shqipëri. Rama do mundohet me gjitha format dhe kushtet për të shmangur, për të bërë, por nuk besoj se s'ka dalë deri në sot, s'ka dalë dikush më i fortë se sa Amerika dhe nuk besoj se Trumpi do ta fali Ramën siç e fali herën e parë. Flasin aq më keq që flitet për një agjenturë.
Dhe kur vjen puna te argjentura, amerikanët nuk falin, nuk pyesin pavarësisht kush është president. Si e keni lexuar raportimin e fundit të Altin Dumanit në Komisionin e Ligjeve, i cili nuk dha shumë detaje sa i përket çështjeve më të nxehta dhe u përpoq të anashkalonte pjesët ku përmendej Edi Rama? Altin Dumani kur ishte në Amerikë, herën e fundit që vajti në Amerikë në mënyrë urgjente, nuk bëri asgjë më tepër vetëm se raportoi apo dha llogari për atë çfarë nuk është bërë në Shqipëri. Pjesa tjetër pastaj, deklarimet që bëri Altin Dumani ishin korrekte, flasin në krejt. Ishte tregoi dhe nivelin e ulët të deputetëve të parlamentit, sepse është e para herë që të gjithë ata janë konflikt interesi me Dumanin, me Spakun. Sepse është Spaku ai që po i heton ata. Dhe ata kërkonin në çdo kusht të nxirrnin, të përfitonin politikisht duke kërkuar disa detaje të cilat asnjë prokuror nuk mund t'i japi. Çështje të cilat janë hetim nuk mund t'i japi. Por përgjigja që Dumani ju dha dhe i tha që për sa i përket çështjes me Gonigal, ne kemi kërkuar asistencë ligjore nga shtetet e tjera dhe nuk e cilësoj Amerikën për një arsye shumë thjeshtë. Sepse Rama nuk ka bërë vetëm në Amerikë udhëtime, Rama ka bërë udhëtime edhe jashtë Amerikës me Gonigal. Pra, edhe në Europë Rama është bërë. Dhe prandaj është hetimi që bëhet për sa i përket fluturimeve që Rama ka bërë me charter, fluturime të cilët i është kërkuar se me kë persona ka shkuar dhe çfarë është transportuar në ato aviona. Dhe meqense Dumani nuk arrit dhe asnjëri nuk e pyeti për këtë Dumanin. Për këtë pikë për shkak askush nuk e pyeti dhe pse është deklaruar që kishte nisur hetimi për sa i përket të fluturimeve të Ramës. Por asnjëri se pyeti, të gjithë u fokusuan ke me Gonigali sepse menduan se kjo është çështja më e nxehtë që njerëzit e dinë. Domethënë shumica e shqiptarëve tashmë e dinë, po ti përmendesh me Gonigalin shkomendje te Rama dhe ata kërkuan të përfitonin politikisht, por në jurisprudencë nuk ka përfitime politike, sepse ai nuk mund të tregojë ty se ku është hetimi. Ai mjafton vetëm me këtë fjalë që tha ne kërkojmë asistent ndërkombëtar, këtu u mbyll pavarësisht ata në ignorancën e tyre vazhdonin të ngulnin këmbë, të bënin dhe të nxirrnin diçka. Ajsa kaluan në idiocinë tjetër, ku kërkuan grup parlamentar të krijojmë komision parlamentar për çështje me Gonigal. Është një idioci totale e tyre, sepse kjo nuk është çështje, ne nuk kemi kapacitetet për të ngritur të lloj komisioni, sepse duhet të jenë njerëz të sigurt, duhet të jenë njerëz me certifikate, duhet të jenë njerëz të cilët duhet të kenë një personalitet, njerëz që nuk duhet të jenë në hetim. Unë nuk e di se kush nuk është në hetim aty gjithë deputetët në hetim janë. Nga majtës e djatës, nuk po them vetëm majtës, të kuptojmë drejt, kur them deputetët e gjithë aty parlamentin janë gjithë në hetim. Çfarë kërkojnë? Kërkojnë ata të dinë se ku është hetimi i X-it dhe Y-it? Ata janë konflikt interesi gjithë. Të gjithë janë konflikt interesi. Kush nuk është konflikt interesi aty? Nga ata që bën pyetje, gjithë janë konflikt interesi. Si mund marrësh ti prokurorin që të merr ty, që të kanë hetim ti bësh pyetje? Ku ka ndodhur kjo? Po. Unë pranet, ata treguan nivelin e tyre të dobët. Dhe munduan që të dalin edhe të bëjnë, domethënë nuk kishin as konceptin më të thjeshtë, elementar që e ka një jurist, që një çështje i kalon prokurorisë rretheve dhe një çështje i kalon prokurorisë siç është Spaku. Pra, këta nuk dallonin dot se kush çështje i kalon edhe për çështje zgjedhore, se kush e merr, kush ka kompetencat për prokuroria rretheve apo Spaku, nuk e dallonin dot, i fuqin gjithë me i thesë këto. Sepse thash, këta mendojnë se të bëjnë politik në këtë lloj forme. Po kjo s'është as politik, po s'është as drejtësi, themi, as jurisprudenca nuk e njeh këtë lloj gjëje. Kështu që Dumani për mua, jo se Dumani u shmang pyetjeve, po Dumani aq e ka limitin e përgjigjes. Deri aty mund të shkojë, nuk mund të shkojë më tepër, tregoj Dumani tash se çka ka ndodhur aty e ç'a ndodh, të hapi dosjen në atë parlament.
mund të ishte në Komisionin e Sigurisë ku kanë certifikatën, kanë këtë, kanë atë, mund thoshte diçka ndoshta më shumë, po për sa i përket komision parlamentar aty të marrë dhe të flasë ai, po aty s'dihet me gjithë mediat që janë aty, të gjithë dalin llavet në sekond. Ja. Për mua ishte qëndrim korrekt jo në këtë rast nuk po mbroj Dumani, ne të kuptojmë drejt, mbroj institut drejtësisë, domethënë që drejtësia kështu funksionon. Kështu funksionon, nuk mundet ai të t'japi ty informacion për një gjë që e kanë hetim. Qoftë për këtë lloj njeriu. Po thash, ajo që ishte më kryesore ishte ata që gjithë janë me dosjen SPAG, ata kërkoshin informacion nga Dumani. Nuk arritet tregu nivelin e tyre dobët kaq asgjë më. Po sa i përket reagimit të Dumanit, i cili pati një irritim kur u pyet nga deputeti Tedi Plushi se a e ka takuar ai ish agentin e FBI-s Charles McGonigal, ju si e keni lexuar reagimin e Dumanit në këtë rast? Pikërisht kjo është ajo që këta nuk kuptojnë një gjë. Ajo çështje McGonigal është hetuar në Amerikë dhe për sa kohë hajtohet në Amerikë. Patjetër që FBI-ja, ja u thash në fillim, është edhe në Shqipëri. Qëndron në Shqipëri. Dhe po merret me këtë. Si me shumë çështje tjera, po merret kryesisht edhe me çështjen McGonigal, e cila e ka marrë si prioritet. Problemi qëndron si mund të deklaroj Dumani para atij që unë e kam takuar apo se kam takuar. Po ku e di unë se Dumani nuk ka vaj dhe e ka takuar McGonigalin në Amerikë atje në qeli. Ku dëgjoj? Sepse edhe ai ke takuar, po se ku e ke takuar? Kush është Tedi Plushi që duhet t'i bëj këtë pyetje? Çfarë përfiton Tedi Plushi nëse Dumani e pas ka takuar apo nuk e ka takuar McGonigalin? Çfarë përfiton? Sepse duhet dim se çfarë përfiton një. Për të nxjerrë pastaj dhe për ta kthyer në tallavat dosi McGonigal, po pse Amerika nuk e di nëse e ka takuar apo nuk e ka takuar? Po pse u kam thënë unë për shembull që si është e mundur që vjen drejtori i FBI-s të New Yorkut, vjen në Shqipëri dhe nuk takohet nga ambasada dhe nuk shoqërohet nga ambasada. Ashtu si që erdhi kryetari i New Yorkut kryetari i Bashkisë New Yorkut, erdhi në Shqipëri dhe nuk e takoi ambasada, nuk e shoqëroi ambasada. Çfarë ishte dhe ajo? Pse nuk shohin këto lloj, po këta nuk din të lexojnë lëvizjet. Këta nuk din të lexojnë një deklaratë, edhe kur e lexojnë shabllon. Nuk kanë asnjë lloj informacioni. Dëgjojnë llafe rrugë, këta vazhdojnë me llafe pazari. Kafe. Llafe kafesh kanë këta. Se politikë s'din bëjnë. Të lexojnë s'din lexojnë. Dhe kujtojnë se pse duke bërë këto lloj pyetje idiote, e ke takuar se kam takuar. Po pse duhet thotë ty ai e kam takuar se kam? Edhe mund ta ke takuar. Edhe e ka takuar. Po pastaj ç'a ndryshoi? Ku e di që për çfarë ka takuar dhe çfarë përgjigje i ka dhënë? Apo duhet t'japi tash edhe se ç'a ka folur aty? Po pse se pyesin këta kur ishte Rama, kur hap dosja me McGonigal, se këta nuk pyesin këta. Kur ishte takim në Pallat Kongreseve, që nuk e takoi Dumani, i hiku, i tha jo, tha, tek për tek, tha, nuk takoi unë ty. Se thonë këta? Se Dumani ishte ai që ja bëri këtë. Që i tha tek për tek me ty, ishte kryeministër, ama dhe ai i tha kryeministrit, tek për tek me ty nuk takoj. Pse nuk i thonë këta? Se problemi është se këta nuk njohin as histori, as ndodhi, as se ç'a ndodh këtu, as se si bëhet kjo lëvizje, si bëhet ajo lëvizje. Jo, nga që opozita ka pretendime se SPAK-u po e vonon dosjen dhe po e mban në sirtar, domethënë, dosjen e Charles McGonigal ku është i përfshirë edhe Edi Rama. Po, jo është i përfshirë, Edi Rama është i përfshirë këtë dosje me McGonigal. Nuk diskutohet. Problemi nuk është se e mban SPAK-u në sirtar. Unë ja u kam thënë, edhe e kam deklaruar disa herë, Rama le të zgjedhë. Do zgjedhë ta bëj burg në Shqipëri apo në Amerikë.
ta zgjedhë ku doj. Po që Rama do dënohet. Problemi është, ajo dosja me Goningal, e cila duhet vinte më përpara, dhe Ulci Manja nuk e dërgonte shkresën për të ardhur dosja me Goningal, dhe dosja me Goningal, unë nuk kam thënë, Dumani e ka marrë me vete, kur ka ardhur nga ajo vizita urgjente që bëri, dhe Dumani ka qenë shoqëruar edhe me një agent FBI-s kur ka ardhur në Shqipëri. Këta nuk e din fare. Ka qenë edhe i gjyqtari atje dhe këta nuk e din fare. Pse nuk e pyetën këta që pse u hap procesi për 5 majin, që është i procesi hapur për Edi Rama dhe Erion Veli. Dhe pse nuk i bëri përshtypje këta që i pari kryeministër në detyrë i hapet një proces penal. Çfarë po ndodh me to në këtë rast? Çfarë po ndodh me këtë proces në këtë rast? Është hap proces penal dhe këta nuk e hapin gojën. Këta bëjnë politik rrugë, këta bëjnë politik ditore. Po, se nuk u përmend në fakt në atë rast. Të paktën sa dëgjova. Po këtë po të them, që nuk e din njerëzit që është hap proces i Ramës. Pse kjo opozit nuk e përmend? Pse nuk e përmend kjo opozit? Që Ramës është hap proces për 5 majin. Për aferën e 5 majin. Që është marrë toka njerëzit, pronarit e është dhënë një kompanie private. Pse nuk e nga ngritë zërin ta? Ashtu si që nuk ka ngritë zërin, zguxon me ngritë zërin opozitës e kam të. Dhe kryesisht Partia Demokratike. Për të bërë një kërkesë për t'i heqë titullin Sorosit si qytetar nderi Tiranës, apo me Gonigali si qytetar nderi Kuksit. Apo për t'i heqë emrin shkollës George Soros që është në Rogozhin. Këta që janë pro politikës Trumpit. Ta që përtasin si jemi të djathë. Ta djathë janë fare që në botë. Emrojnë vetë këta. Vetë quen, vetë emrojnë. Dhe pësi se ngrenë zërin? Asi se ngrenë zërin aty. Dhe këta të shi kërkojnë të dosje me gojnë. Po se pyti për asjerë, unë prej që ata pyqim për procesin e hapur penal. Kundrejt Ramës, që është proces e hapur penal. I regjistruar me vendim gjykate. Se ka marrë vendim gjykate që u hape i proces. Po që është e mundme? Dhe me dosje me Goningal, që ta zgjidhin këta dosjen me Goningal. Dosja me Goningal është e kopsitur në Amerikë. Hetimi është në Amerikë. Këtu në Shqipëri është vetëm kë ka taku, ku ka shku, qa ka bërë. Kaq, brenda territori shqiptar. Nuk ka këll që spaku të hetoj jashtë territori shqiptar. Pa mbështetjen e Amerikës. Mirë po që në loj Amerika, FBI-a, qa do bëjë Dumani? Dumani do lexoj qa di sjellin. Se dhe ka që ka kompetencën e. Dhe për ne thash, këta kërkojnë kotën kotë, nuk din se qa kërkojnë, nuk din qa flasin. Nuk kërkojnë atë që është për të kërku, po kërkojnë që ishtë në hellë. Tregoj ai, tregoj dosin ty se qa kanë dosin. Jo ba hajde lexohet ti. Zoti Merkoçi, po. Zoti Merkoçi para pak ditësh kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Erion Velia i është nxjerr NATO nga burgu dhe është dërguar diku, po pa dhënë detaje konkrete. Ju si mendoni, a ka ndodhur një gjë tillë që një eksponent i tillë politik që ndodhet në paraburgim si Erion Velia të nxjerret NATO nga qelia? Patjetër më mund dalin. Dhe për forca madhore dilet. Por Berisha me që e deklaroj që ka dalë, nuk e deklaroj se ku ka vajtë. Po pra. Berisha i ditë gjitha. Berisha i ditë gjitha. Berisha del për gjitha. Po pse nuk e deklaroj se ku ka vajtë? Janë dy momente ku një burgos mund dali. Më thash, është forca madhore, e cila mund tjetë për arsye shëndetësore, mund dërgohet në spital, në çdo lloj momenti. Forca tjetër është
ajo që ju thash, që FBI është në Shqipëri. Mund ta marrë FBI-a për interesat e veta të nxjerrit, ta çojë ke zyrat e veta, të bëj pyetjet edhe të marrë punë. Edhe ta kthej prapë në burg. Në çdo rast. Në çdo rast. Por mund të jetë edhe mund të jetë edhe ndonjë prokuror i Italisë, sepse është i lidhur edhe me ndrangheten e Erion Belia. Po e diu. Kush e ka marrë? Por në çdo rast, dalja e tij është me protokoll. Të gjithë e dinë që ka dalë. Pse? Po se ka i drejtor burgu, ka gardian burgu, a do shkoj dikush t'ja hapi derën e Erion Belis dali. Po që dali nga qelia duhet kaloj një 4-5 porta tjera. Pastaj do hypin makinë. Do shoqërohet nga policë. Që dali. Pra gjithë e morën vesh. O ku shkoj? Pse se tha Berisha ku shkoj? Ku e di unë që nuk e mori FBI-a për ta marrë në pyetje? Tash është i lidhur edhe me ndrangheten. Ku di unë se s'ka prokuror italian edhe do ta marrin në pyetje? Çajnë të deklarata kështu. Do dalin shohin për tjera persona, janë burg as janë burg. Për çka kriminal tjerë. Po jo dalësh tash edhe të bësh politikën nëpërmjet asaj si doli ju bën nami si doli Erion Belia. Po më ka dalë. Po e ke marrë vesh ti, e kanë marrë vesh gjithë. Po më thuj vendin ku ka dalë. Me që ti e dike, se ka dalë, thuj vendin. Pse se thot vendin? Pse se deklaroj vendin? Pse i herë thanë, e ka marrë, për ta terrorizuar Rama, për t'i bërë presion. Rama presion, po t'jetë për t'i bëj, ja bo më burg se sa për jashtë. Për jashtë nuk ja botë, ati në burg ja bo më tepër presion. I herë thanë, qëj dagun e futi, dagun me qili. Të shi del, si janë politikanë, të janë parë politikë, të janë pazargji. Bëjmë presion në kotë më kotë, flasin në mënyrë pa logjikshme fare. Ç'është kjo? Doli Erion Belia. Doli. Thuj, doli Erion Belia e ka marrë FBI-a. Doli Erion Belia e iku në spital. Doli Erion Belia e kanë marrë prokurorit italian pyetje për ndrangheten. Po më, s'ka asgjë të keqe. Se s'ka për çku FBI-a në qelit e Erionit. Apo prokuroria italiane. Edhe doktorët s'ka për çku aty në qeli, po do shkojnë në spital. Burgosit kanë dalë gjithmonë. Për forca madhore. Jo dali për shëtitje, por për forca madhore kanë dalë gjithmonë. Qa ka? Zoti Merkoçi, si mendoni në çfarë niveli do t'jenë goditjet e SPAK-ut me ardhjen e kreut të ri, apo do të ketë të njëjtën po themi një trajtshmëri goditje dhe të njëjtin kapacitet goditje siç ishte në rastin Altin Dumanit, dhe cilat mund të jenë ato figura që mund të preken qoftë në radhët e qeverisë apo të opozitës? Më vjen keq që ngatarrojnë punën e SPAK-ut me një individ. Dumani, edhe ai që do të zëvendësoj Dumani është administratori i SPAK-ut. Ai nuk bën veprime jashtë jurisdiksionit tij. Çka do të thotë? Çdo prokuror i SPAK-ut është i pavarur nga Dumani apo nga ai që do vi të zëvendësoj Dumani. Dumani është përfaqësues i SPAK-ut. Dumani është administrator themi i SPAK. Pra, përveç detyrës që ka si prokuror, ka dhe administrimin e institucionit, përfaqësimin e institucionit në për dikasteret të tjera, në për seminare, në për takime ndërkombëtare, më thash ky është përfaqësuesi i SPAK-ut. Por dosjet çdo prokuror i ka vetë. Dumani nuk mund të ndikojë tek prokurorët e tjerë që ta bëjnë dosjen apo mos ta bëjnë dosjen. Ai nuk e ka të fortë sepse vetë kur e ndërtuan ligjin këta, kërkuan këtë lloj forme, votuan këtë lloj forme. Nuk është faji Dumanit, as atij që do vi pas Dumanit. Nuk është Dumani, vetëm Dumani nëse ka dosjen vetë në dorë mund t'japi hesap më tepër. Por për një dosje që ka një prokuror tjetër, Dumani nuk i thot do të ati qohet
dosin gjyq apo mbyllet dosjen. Sepse çdo prokuror kështu është ligji. Nuk është dumani. Po. Tema. Nesër do jetë dikush tjetër. Nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka. Ky institucion do funksionoj, do nxjerrë dosje të cilat janë aty dhe nuk po dalin. Janë dosje të përgatitura. Tani kjo foberia që jemi vetëm vend që kemi fobein brenda atij institucioni. Ka zyrat e veta. Tani kur do të ndodhi? A do ndodhi sot, a do ndodhi nesër, asnjëri nuk mund t'japi garanci. Por që do ndodhi. Unë thash, dosja me Gonigal është dosja e cila do hapi petet e lakrorit, jo pse është dosja me Gonigal, po dënimi i Ramës do t'i hapi petet e lakrorit, se këta janë si puna të spive, po i kpute penin në hallakatin gjithta. Ata po bëjnë disa veprime të cilat njerëzit nuk e imagjinonin dot. Jo pse u fut Erion Veli në burg. Kuptohemi drejt. Por edhe arrestimi i Ilir Metës apo akuza e Berishës, arrestimi i Berishës, që njerëzit nuk e mendonin deri dje, por po të shohësh kanë kap edhe grupet kriminale, grupet e drogës, grupet e basteve. Jo, tashmë u bë kontrolli i Dulagut, nuk i shkotin mend njeriu. Ha? U bë kontrolli i atij të TOSHE-s, kesh. Sekretarit përgjithshëm. Pra, janë ka grupe kriminale të drogës të lidhura me Kolumbin, por është në kontroll porti Durrësit. Këta nuk e din që porti Durrësit është në kontroll, pavarësisht se këta bëjnë ç'bëjnë bëjnë. Vazhdojnë ta bëjnë ata pisliqet e veta. Por ka një problem, nëse do t'i shifni në historinë botërore, apo në historinë e këtyre, edhe në Itali po ta marrësh dhe në Itali. Ai rri 4 vjet, 5 vjet në gjimon një grup. Ai e di shumë mirë që ai është trafikant, është merret me drogën me këtë, por rri 5 vjet. Qofse kujtohet ka qenë ajo çështja e Balit me ministrin ton të mbrëmshëm, Tahirin. 5 vjet kishin ata që e gjimon. Ata e dinin shumë mirë. Që ishte, por ç'a kërkojnë? Ata kërkojnë të kapin kokën, nuk janë si puna prokurorëve tonë. Që kapin atë që shërti si cigare ashash dhe ai që është koka atje, e drogës që e sjell drogën, Banakingu, që është dënuar, vazhdo akoma vjen Banakingu më tepër. Jemi vendi që marrin Banaking më tepër nga gjithë vendet e botës, sa thotë se shqiptarët rrinë me banane në dorë gjithë ditën. Dhe për çfarë është dënuar? Për kokainë. Dhe vazhdo akoma bëhet reklam. Pra, ata kanë një mënyrë tjetër. Ata nëse si kopsisin gjëra deri në fund nuk bëjnë arrestime, nuk bëjnë ndalime. Sepse do dali para gjykatës, ku është pavarësia e gjykatës tash? Pra, prokurori vërtet kur shkoj para gjykatës do të ketë kopsitura gjëra se ja merr gjykata për plas dosin turive. Nuk është si këtu. Që vendos prokurori, vjen prokurori me durën xhepa, thot 2 llave gjykata e firmos, po thot. Pra ne kam vite ato që punojnë. Dhe pra ne kanë hecë për para. Sepse janë të ndara institucionet. Nuk është kështu. Do arrestohet ky, aty i kanë dosje. Nuk e di pse. Dosjet aty janë gjitha. Por më gjej një njeri nga këta, qoftë qeveria, qoftë opozicia që nuk është thirrën spak. Gjithë janë thirrën spak ta. Gjithë kanë dëshmu. Nuk di se ka një që nuk ka dëshmu këtu. Zoti Mërkoçi, SPAK ka kryer kontrollet e banesa dhe zyra e administratorit të OSHE-s Enea Karakaçi dhe në këtë rast si pas raportimeve në media ka qenë një po themi operacion blitz ky i kryer mbrëm të paktën siç e raportohet deri tani. Ju si mendoni në këtë rast dhe si e shikoni si në analizën tuaj, apo i afrohet SPAK në këtë rast Belinda Ballukut? Ju thoni Belinda Balluku e ka të nume dosin gjërëm se s'ka që t'i afrohet, no? Po
në një protestë kam pas, kam deklaruar në protestë, i kam thënë Ramës më nxirr kontratën e këtyre kompanive private me keshin, një e para dhe kam deklaruar që një turbin punon për ty. Shqyr zoti që Spaku është futur dhe ka qenë dhe vërtet do të shifni një katraur në energjetikën shqiptare. Do të shifni një katraur, se si këta oligarkët, themi, t'i qymë se kështu i qymë oligarkët e partisë. Këta oligarkët kanë bërë kontrata mizerabiliteti, ku e marrin energjin para dite, që është me 100 lek, dhe a kthen keshit natën, kur është me 5 lek. Kjo është kontrati që kanë bërë këta. Dhe unë jo pa qëllim në atë kohë i kërkosha Ramës në nxjerr kontratën e keshit. Dhe do të dini një gjë. Jo pa qëllim të thash që kur putet peni te spit hikin s'dije se ku shkojnë kokrat. Dhe këtu nuk është puna Belinda Ballukut. Tu është puna e Edi Ramës. Nëse nuk do goditet Edi Rama. Edi Rama do mundohet, unë thash, do mundohet i shesit gjithë. Ai ka përqit familjar, vlezër, në qatë ketë, do i shesi për të ndetur në pushtet. Por nuk e ka gjatë. Është mbledh litari në atë formë se nuk kam më ku shkon, se skandalit janë ma skandale. Unë ja u përmonda këtë të keshit. Ashtu si që përmonda dhe Dulaku, ashtu si që përmonda dhe tjerët, ashtu si që përmonda dhe edhe të kastratit, se shkap edhe administratori kastratit që është bërë, edhe së flet njëri. I është bërë kontrol. Pra, unë pranej thash, mënyra dhe forma se si po organizohet tek Spaku themi, në bashkëpunim, unë jam i bindur që është në bashkëpunim me FBI-n, për të nxjerrë çdo gjë që kur të shkosh në gjykat mos të ketë më të llovin gjykat. Jo ishte letra, jo si ishte letra, jo ishte kjo, jo si ishte kjo. Jo i intimidohen dëshmitarët, jo si intimidohen dëshmitarët. Se kam folë shumë dëshmitarë. Dhe këta nuk e din që kam bajt shumë dëshmitarë në Spak edhe kam folë kundër tyne. Dhe pse këta i kanë aty, në tavolinë. Mi po nesër, çdo gjë duhet e kopsitur, dhe unë këtë për shoh. Dhe për ne u thash që Spaku ka bërë disa veprime të cilat duket sikur janë anësore, por të gjitha shkojnë në një pikë. Pika kush është Rama, kryeministri. Ai po bën. Se ai komandon gjithë. Duam apo s'duam. Ai që ke presidenti e deri te i funit. Ai i ka kopjuar firmën presidentit me elektronik. Ai gjithë shkreset edhe këtë shkres që i dërgoi gjykatës kushtetuese presidentit dhe as i di fare se e ka dërguar. Ja ka qua ai me firmën elektronike, e ka vjedhë, mos e diskutoj. Në shkres e Ramës ishte dhe ajo. Që gjykatët tërhiqin që kam marrë për... Toni se ku jemi apo, ky ka ndërtu mafia në shtet, unë ja u kam thënë, me kohë. Ky ka ndërtu mafia në shtet. Rastin e firmës, rastin e firmës e keni për rastin e portit të Libjanit. Po pra, jo për deklarimin që bëri Begaj, Gjoja që i çoi letër gjykatës kushtetuese që tërhiqet nga vendimi ka marrë për dekretin, tash bllokoi. Okay. Rama më i bot gjithë. Ai është i kaptar atje, kukull atje s'di gjon fare se çfarë bëhet, ka shkohet i ka vijet. Ai edhe nuk ka bë kur lexon letrën se s'dite me fol fare. Letrën që i dha Rama lexoi. E na fliste për gjinit. Gjithë bota merresh me gazën, ky merresh me gjinit. A do bëjmë gjini apo s'do bëjmë gjini? Me gjinime që do ta... Zoti Merkoçi, po në rastin e bazës së Limjanit, ku Spak ka pastisur banesën e biznesmenit Artan Dulaku, sa rrezikon në këtë rast presidenti Bajram Bega, i cili ka hedhur dhe firmën atje? Atëre, kur Spaku ka vajt, 2 herë ka vajt Spaku në zyrën e Begajt. 2 herë ka vajt. Jo tani. Ka i vit pare që ka vajt, 2 herë ka vajt në zyrën e Begajt e ka marrë në pyetje presidentit. Spaku ka marrë në pyetje presidentit? Patjetër. Ka qenë 2 herë. Jo e herë, për 2 herë.
Po pse ju kujtoni se të gjithë këto timet dhe objektet e ushtrisë nuk janë të firmosura nga Beka? Firmosura nga Beka. Kur godita portin e Lionit në atë kohë me firmë për firmën e Bekajt ishte. Dhe këta nuk e morën parasysh. E zgjodhen edhe president. Normal. Sepse nuk e kuptojnë. Ore, thashë edhe një herë që këta nuk kuptojnë atë që gjërat nuk bëhen brenda ditës. Dhe të gjithë timet pastaj do të çojnë në një pikë. Në një pikë kush është? Rama, po edhe Dulaku, e ky me kë punën, me Rama punën, me kë punën. Kush jep lejen ndërtimit të vllaj? Lejen ndërtimit kush jep? Kush i cakto partner strategjik? Kush i cakto arkitektët? Arkitektët e huaj, ky i do dhe arkitekt huaj me studio të huaja. Nuk i pëlqejnë tonët, i duan me të huaja. Edhe o bo Tirana kështu si o bo. Një o belg, një o francez, një o italian, një o gjerman, një o holandez. Qatë dushti, konglomerat o bo Tirana në arkitekturë. S'ke një arkitekturë të saktë, si që ke pas. Të paktin e ke pas që ka qenë në arkitekturë italiane në atë kohë. Bulevardi, gjithë pjesa e Tiranë ka qenë në arkitekturë italiane. Një dorë. Kurse tash janë fut 50 durë mërna. Se kështu i do ky, kështu i komando ky, kështu ka qef. Por që Bega është i përfshirë totale, nuk diskutohet. Po ky ka për ta shit edhe Began, ka për ta shit. Ky ka për shit edhe Began. Ky ka për shit edhe të Peleshin. Ma e men kur të bëjnë e rokat, ky të heqi Peleshin e të vej ta ulan ballën kryetar. E thot ja u hoqa. Se i bogë këto numra. I bogë këto numra këtu. Heqin, sa zëvës ministra ndroj dashima. Po akoma pa u bë qeveria s'ka mush muj. Ky ndroj 7 zëvës ministra. Apo s'është kështu? Tash i ndroj para 3 ditësh. Ky bën çfarë doj ky më. Dhe gjithë të lloj lëvizjesh ky i bën pikërisht për këtë punë. Për të heqë vëmendjen nga skandalet e veta. Dhe ky e di shumë mirë që e ka litarin fyt. Unë ja u kam dhënë edhe prapë ja u ngul kom dhe ja u them. Ky e ka litarin fyt o zotëri. Ky do mundohet me çdo kusht të zbatoj vendimin e Kabanis për të ndërtuar si kryeminist. Ky do shesi çdo gjë. Vetëm qëndroj. Sepse i dua Shqipëria si qerë dhe e Sorosit. Se është i vetmi vend që politikën për 35 vjet e ka bërë Sorosi në Shqipëri. E ka komanduar Soros. Leti si dalin e flasin sikur janë kundër Soros. Këta e dini shumë mirë se është pranuar në parlament shqiptar, është pranuar që sponsorizimi i reformës në drejtësi është bërë nga Sorosi dhe këta ngritën 140 kartona që e votun. Këta e futën Sorosin e kanë fut në kushtetut. E kanë bërë institucion kushtetues. Si? Dhe presin këta që mos ketë goditje, po kur ai e ka shpall Sorosin në organizatë terroriste në Amerikë, po si, kur organizatët terroriste niqet në gjithë botën, automatikisht do vjen në Shqipëri. Ose ka ardhur momenti për të godit. Në momenti për të godit ka ardhur. Zoti Merkoçi e shkatruar. Po. I qitën të gjithë në kanë këta normal, më. Se ai fal 30.000 metra katror, 3 hektar tokë, 30 hektar tokë. Ja jep partner strategjik. Po pse si u kthe pronarëve këtë tokë? T'ja jepi pronarëve. Kur pas ka toka kështu, t'ja jepi pronarëve. Pse duhet paguaj populli për kompensim? Jepja pronarë dhe mbylli histori me pronarët. Po jo, se ata tokë pronarësh janë. Po ky krijoi atë korporatën e famshme. Që qatë ja merr tokën pronarit dhe e jep individit. Lekët i pagu shteti, individi s'pagu asgjë. Se të individi janë vetë këta. Prandaj,
Prandaj është kjo tallami në Shqipëri. Dhe pa u zgjidh problemi pronës ta harrojnë gjithë. Pa u zgjidh problemi pronës nuk ka gjë që e rregullon këtë vend. Dy janë gjërat më kryesore. Ta dinë mirë shqiptarët, dy janë gjërat më kryesore. Prona 1 dhe sindikata 2. Në një vend që nuk ka sindikat, nuk ka zhvillim kur dhe nuk ka demokraci. Ta heqin nga mendja. Dhe aty ku nuk ka prona, nuk ka investim. Këto janë dy gjërat kryesore në një shtet. Po. Sepse punëtorin se pra askush. Pronarin se mbron njëri. Shteti është bërë hajduti pronarit. Ky palështet, se s'është shtet ky. Ky palavon mafia shtet. Kështu vepron mafia, merr pronën mafia. Në gjithë botën kështu vepron. Dhe ky e merr me ligj. Prandaj them këti ka ndërtuar mafia në shtet, se ky ta bën me ligj marrjen. Dhe nesër thot nuk e kam firmosur, e kam firmos Beran Beka. Nuk e kam firmosur, e kam firmos Belinda Balluku. Nuk e kam firmosur, e kam firmos Taulant Ballë. Derisa të shpëtojë ditë sekundi fundit. Dhe sekundi fundit do t'i vijmë me Goni Galin. Dhe aty do dalin të gjitha pastaj. Zoti Merkoçi, të ndalemi pak në një ngjarje që ka ndodhur ditën e djeshme ku është arrestuar një avokat nga policia duke qenë se ai ka po themi kërcënuar në thojza se do të kallëzonte penalisht prokurorin i cili sipas tij nuk kishte paraqitur provat e duhura dhe më pas debati ka agravuar mes tij dhe gjyqtares, ose më saktë ka qenë gjyqtarja ajo e cila ka kërcënuar më pas se do ta nxjerrë jashtë. Dhe bëhet fjalë për avokatin Uli Bajrami dhe gjatë diskutimit për masën e sigurisë ndaj klientit të tij, avokati Bajrami ka deklaruar se kërkesa e prokurorit për caktimin mase bazohet në disa prova dhe një ndër to tregon që ka pasqyrim të rremtë të dhënave dhe ka deklaruar më tej se do të merret personalisht edhe me prokurorin dhe me gjithë oficerët e tjerë të policisë gjyqësore, duke u thënë atyre se do të bëj kallëzim për këtë gjë. Dhe më pas ka ndërhyrë, siç e thash, gjyqtarja e cila e ka kërcënuar duke i thënë se do ta nxjerrë jashtë. Dhe më pas ky është vendosur në pranga nga policia. Ju si e gjykoni gjithë këtë që ka ndodhur, që thjesht për çështje debati në sallë arrestohet një avokat? Ajo që është kryesore është që ja u kam thënë dhe kam deklaruar dhe në shkrimet e mia ku prokuror gjyqtar janë bërë mbi ligjin. Prokuror gjyqtar nuk pyesin absolutisht asgjë, unë u thash, më duket edhe më përpara që vinë me durë në xhepa, pa lexuar dosjen, pa bërë gjë, po këtë gjë kanë edhe gjykata se lexon dosjen. Bën gjyqje se lexon dosjen. Prokurori bën gjyqje se lexon dosjen. Nuk e lexon sepse një seancë, lehet një seancë, nuk mund të bëj një gjyqtare 20 gjyqje në ditë. Është nonsens. Dhe kjo është ajo reforma e famshme e drejtësisë që bën këta. Dhe ajo që është kryesorja në seminaret e reformës në drejtësi, unë kam kërkuar me ngurë që edhe siç ka status prokurori, siç ka status gjyqtari, duhet të ketë status dhe avokati. Avokati nuk ka asnjë status në sallë gjyqit. Është thjesht një individ, ka licencë, kaq deri këtu, po status nuk ka, siç ka gjyqtari dhe prokurori. Dhe këtu fillon gjithë defekti më i madh i kësaj reforme. Pra, futemi në një sallë, 3 vetë, avokat, prokuror, gjyqtari dhe prokurori kanë status, avokati nuk ka asgjë. Dhe çfarë bëjnë? Që t'jemi pak të qartë edhe për opinionin. Del një polic, firmosi proces verbal, atë proces verbal e merr prokurori, e firmos, e fut në dosje, e çon gjykata mbas atij proces verbalit atij polici dënon tjetrin. Pa hetim. Dhe ç'a bëjnë? Pse kërkojnë gjykim të shkurtuar? Që mos mbyllen gjitha gjërat. Se me gjykim të shkurtuar s'ke më ç'a të thush. Dhe njerëzit janë të friksuar, janë terrorizuar se kanë bërë atë terrorin shtetëror. Nuk ka debat në gjykat. Po bërë debatin, ajo të nxjerr për jashtë. Si nxjerr për jashtë? Se s'kam status pra. Pra ne nxjerr për jashtë, se s'kam status. Se po të kem status, nuk guxon as prokurori as gjyqtaria të ta ngrezonin.
apo të kërcënoj. Sepse vinë me dur në xhepa. Ky pra është korrupsioni. Sepse kur u vra gjyqtari u ngritën gjithë në kohë. Këta gjyqtarë prokuror. Po tash që i e dhunon avokatin, pse s'qojnë kom këta? Që kanë gjyqit ka 20 vjet, ka 30 vjet që i zvarrisin. Apo vetëm kur preken interesi këtyre. I shoj janë si politikanët, i shoj, për preken interesi këtyre, fillojnë gërthasin. Po për tjerët nuk ka rëndësi se qa. Nuk ka rëndësi se tje e vretat dhe tjetën për ditë se tje i bot dënim pa drejt. Dhe nesër ai pastaj do dali ke rruga krimit. Që më kollaj e kanë ta dënojnë se sa ta rehabilitojnë personin. Se kapet tjetër me i cigare ashash e dënohet 7 vjetë burg për i cigare ashash. Dhe këto janë skandalet e drejtësisë. Këto janë skandalet e drejtësisë. Dhe jo pa qëllim është thënë, dhe këdo që të pyesësh në opinionin publik, e të gjithë thonë drejtësia është korruptuar. Po kur thonë drejtësia e korruptuar, kush janë? Prokurorë gjyqtarë, kush është tjetër? Atëherë, me qatë të drejtë, me qatë ligje e merti dhe pse e ngre zërin avokati, po të e ngre më zonin avokati. Për pa drejtësin që bënë, më të të ngre zërin. Si, mbron jetën e klientit ai. Se këta nuk e kuptojnë që avokati është personi i cili të mbron jetën ty, më mbron jetën mua. Unë nuk përballem dot në gjyq, se nuk e njoh ligjin, nuk kam marrë një njeri i cili t'i besoj jetën time. Dhe ai avokat duhet ta e konsideron veten sikur është vetja vet. Po nëse ti bën pa drejtësi, klientit ja ke bërë atim. Se klienti nuk e njeh ligjin, ky e njeh ligjin, këta të bëjmë budalleje duke njohur ligjin. Dhe nuk reagon njeri pastaj. Pse? Sepse janë bërë palë. Janë bërë palë. Janë bërë gjykatë dhe prokuror mbi ligjin. Çfarë them unë, thotë është e vërtetë. Ajo është e vërtetë. E thash, shihni sallat e gjyqeve, qa kanë bërë? Në mbledhjen që bën gjyqtarë, çka kërkon mbrojtje, kërkon ushtar të kenë, kërkon salla, kërkon këtë, kërkon këtë. Dëgjoj na gjë që të thonë ata për vendimet e tyre që janë dhënë në mënyrë pa drejtë, që këta gjyqtarë janë largu nga spaku, se si bëhet me këto vendime? Jo. E thonë që zvarriten në mënyrë të tmerrshme vendimet, harta gjyqësore që i hoqën gjithë gjykatët, i mlodhën gjykatët e apelit i sollën në Tiranë, e bën lëmsh akoma më të madh. S'flet një këtu. Vetëm duam roje, duam këtë, se s'kemi siguri, nëse ne nuk japim vendim drejt, se jemi të pasigurt. Ore, po dhe vendimin e drejt nuk të kërcënon njeri. Po dhe vendimin e drejt nuk e ke. Absolutisht frikën e askujt. Po qofse ti merr vendim pa drejt, qofse ti merr para, po normal do kesh frikë pastaj. Se ai që ka të drejtë ai pastaj do akmerret kërciteje. Po su morën në sallë gjyqit, po do merret në shtëpi, do merret këtu, do merret atë, do ta gjej. Mos sot nesër. Kjo është skandal, ta arrestosh avokatin, është skandal. Është skandal. Që do të thotë nesër avokati mos shkojnë në gjyq. Këtë po kërkoj këta, kam kohë që u kanë thonë, këta nuk e duan avokatin në gjyq. Dhe ja, urdhëro, bujë, m'doli. Kam kohë që ju them që nuk e duan avokatin në gjyq. Ta nuk duan kot. Avokati vetëm thjesht si emër, po mos ta hapi gojën. Urdhëro, bujë. Ja ku doli. Arrestohet avokati. Po çfarë? Pse ka ngajt zonin, pse të ka thonë ty që do të bëj kallëzim penal, le ta bëjmë. Kallëzim penal ka drejt bëj çdo njeri. Ky është pra ajo mafia shtet, kjo është ai terrori shtetëror që kanë vendosur këta. Dhe që nuk duan ta pranojnë. Dhe pastaj thonë, pse ndodhi kjo, pse ndodhi ajo. Po ndodhi pra. Se janë 1400 të vrarë vetëm për pronën. Po sa ke të vrarë për penale?
që i kanë fut në konflikt gjykata me prokurorin fut në konflikt njerëzit. Me ato vendime që kanë dhënë, vendimet pa drejta totale. E kanë fut njerëzit në konflikt. E janë vrarë, vritin për ditë një gjëmë që vritin njerëz. Nuk ka boj jeta njeriu, nuk di, pa vlerë fare. E të shi ta bëjnë gjyqit pa avokatër dhe kaq. Le të shkojnë. Mos shkojnë me avokatët në salla gjyqit dhe kaq. Fillojnë të arrestojnë gjithë tash. Zoti Merkoçi. Po. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe ju për intervistën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.